Mbi 45 milion denaru janë paguar qytetarëve të Shkupit pas gjithsej 383 padive të ngritura për dëmet të shkaktuar nga qenë Tendacak në vitin 2025. Nga 1 janar i vitit të kaluar deri me 15 janar të këtij viti, në gjykatën civile janë paraqitur gjithsej 440 padi për kompenzim të dëmit jo material të shkaktuar nga qenë Tendacak. Nga qyteti Shkupi thonë se sipas evidencës këto lëndë nuk janë të formës së prerë, pasi procedura gjyqësore për rastet të tilla zgjasin nga 2 deri në 3 vite. Në periudhën nga 1 janari 2025 deri në 15 janar 2026, para gjykatës themelore civile Shkup janë paraqitur gjithsej 440 padi me bazë kompenzim për dëm jo material të shkaktuar nga qenë Tendacak. Lëndët e paraqitura në këtë periudhë nuk janë të formës së prerë, pasi procedura për një lëndë gjyqësore zgjat 2 deri në 3 vjet. Në vitin 2025, për 383 vendime gjyqësore janë paguar gjithsej 45.973.353 denar. Sipas qytetit të Shkupit, shuma totale e kompenzimit nuk mund të ndahet sipas viteve të padive, pasi nuk është specifikuar periudha e padive, ndërsa qyteti i Shkupit aktualisht ka edhe 1389 lëndë të tjera aktive të ngritura nga qytetarët të cilët janë sulmuar nga qenë Tendacak, gjë që sipas qytetit të Shkupit vazhdon të paraqes barë të konsiderueshme financiare dhe juridike për institucionet lokale. Në terren situata vazhdon të jetë ende shqetësuese me numrin e shtuar të qenëve Tendacak dhe sipas qytetarëve, institucionet duhet të merren seriozisht me dukurinë e shtimit të qenëve në rrugë.